Budu poškodzovať Slovensko, národnú štát, ten záujmy, budeme blokovať. Slovakia do të bllokojë çdo sankcion të Bashkimit Evropian kundër Rusisë që dëmton interesat e saj kombëtare, tha kryeministri Robert Fico të dielën, pasi parlamenti vendas miratoi një rezolutë që i bënte thirrje qeverisë të mos mbështesë asnjë masë të re. Fico tha se Slovakia donte të ishte vend konstruktiv brenda bllokut, por ai quajti rezolutën një mjet politik me një mesazh të fortë. Slovakia, antare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka pasur divergjenca me aleatët perëndimor në qëndrimin e saj ndaj Ukrainës në drejtimin e Ficos dhe koalicionit të tij qeveritar majtis nacionalist dhe ka ndaluar ndihmën zyrtare ushtarake për Kievin, ndërsa ky i fundit lufton pushtimin rus. Fico ka qenë gjithashtu kundërshtar i sanksionimit të Rusisë për luftën e saj kundër Ukrainës, duke thënë se masat tregtare dëmtojnë Slovakinë dhe bëjnë më shumë se sa Moskën. Rezoluta e re e miratuar në një seancë parlamentare me pjesëmarrje të ulët të deputetëve i angazhoi anëtarët e qeverisë të mos votonin për sanksione dhe kufizime të reja tregtare ndaj Rusisë. Nuk është menjëherë qartë se deri në çfarë mase rezoluta është e detyrueshme nga ana kushtetuese. Slovakia nuk ka bllokuar asnjë sankcion të mëparshëm të Bashkimit Evropian përfshir paketin e 17 që synon flotën në hije të Moskës e miratuar në maj të këtij viti.